Pra në qoftë se nuk kanë qenë zgjedhje rregullta në Shqipëri, kjo nuk do të thotë që automatikisht do të jepet zemër apo do të fitonte Sali Berisha. Sali Berisha nuk fitonte kurrë zgjedhjet. Dhe këtë e kam Jo, dakor, të mbetemi edhe pak këtu. Atëherë nëse këtë e di kanë edhe amerikanët, ose që nga e gjithë ditur, e gjithë faktuar. Unë nuk flas në emër të amerikanëve, unë lexoj mesazhet dhe postimet. Kaq ditë. Po dakor, po nuk ndryshon asgjë, është. Ato se dim të ndryshon. Shiko, Sali Berisha mbani mend 26 maj ka qenë njeriu më i fuqishëm në Shqipëri. Rrihte, vriste, thynte kutit, fitoi zgjedhjet e torit mbas 28 majit. Kanë qenë, domethënë, 4 muaj. Më pas ka mbajtur zgjedhje lokale, po nuk preku një me dorë, nuk preku kuti, se njerëzit u trembën. Praktikisht nuk dolën votonin. Dhe Partia Socialiste humbi dhe PD fitoi. 2 muaj më mbrapa, ne mbani mend ç'është bërë Shqipëri në nëntor tetor. Pra pati një reagim shumë të fortë dhe ai kollosi që nuk donte ta dinte as për SBA, që nuk priti zëvendësisht sekretar në shtetin rinë as fare, mbani mend besoj. Apo marrëdhënia shumë tensionuara mbas kërkesës për përsëritur. Mbas kërkesës për nuk e di njëherë, unë nuk flas. Po jo, po pse të flasim me kaq nën kuptime? Po flasim në kuptim, po flas troç. Po flas troç, njeriu më i fortë në Shqipëri. Sali Berisha, po sa ai përgjigje Edi Rama, se Edi Rama ka qenë aty në 96. Edi Rama do të na shpjegojë ne pse nuk ka prej një viti e gjysmë as takim me asnjë zyrtar SBA. Për këtë kanë përgjigje Edi Rama, është fakt publik apo s'është? Që do të shkoj, mund të shkoj këto ditë në SBA sepse martohet Alex Soros. Po edhe unë do ikse martoj çupën e tezës në Tragjas, po nuk do të thotë që do të votoj Tragjasi. Që të jemi qartë. Po mira, nuk e dim se mund të bëjë takime atje. Nuk po flasim as për dasmë as për synet lëqe. Po flasim për marrëdhënie me SBA-t. Aty mund të martohet kushdo, mund të bëj synet në shoku Ramës, cilin kalamat dojë, mund të ketë fejesa, mund të jetë shohin në ndeshje basketbolli. Unë po flas qartë dhe troçë Diona. Zoti Rama nuk ka asnjë takim zyrtar me asnjë zyrtar të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe ato delegacione që kanë ardhur, ju e mbani mend shumë mirë, kanë pas takime vetëm me drejtsinë, KLD, SPAK-un, GJK-n. Çfarë do të thotë kjo? Këtë do ta gjej. Jo, çfarë do të thotë kjo? Këtë do ta përkthej Edi Rama. Çfarë do të prodhoj? Çfarë mund ndodh? Këtë do ta analizoj mirë Edi Rama me ortakun e tij Sali Berisha, se këta janë bashkë. Bashkë bën kodin zgjedhor, bashkë kodit SPAK-un, secili me fjalorën dhe mënyrat e veta. Bashkë kanë biznes. Si janë bashkë? Ti rinjësh u ndyshi? Akoma s'është qartë pas kaq vitesh që ta. Unë po pyes. Sa kauza, sa palëzgjedhje ka shitur PD? Po sepse janë mira demokrat që Demokrat u pëlqen kjo. Zgënjen, janë lodhur. Nuk shënjen. Si? Ata presin rotacion. Kur çfarë presin rotacion? Me Sali Berisha rotacion? S'mund të ketë kur. Nuk kanë pritur rotacion. Se ka edhe demokratë. Ata që kanë votuar për PD-n, përveç një pjesë emocionale që akoma nuk kuptoj çfarë emocione ishin mban me atë parti që ka 12 vite që vetëm dështon në çdo parzgjedhje. Pa dashje me dashje na ka marrë qaftë në të tjerëve, çdo gjë që ka dalë nga PD-ja praktikisht është shpërbër. Unë ditën e parë mbas zgjedhjeve kam pranuar dështimin tim personal dhe të partisë së profesorit zgjedhje, kështu që nuk kam asnjë kompleks ndaj asnjëriu. Dhe kam thënë të vërtet madhe që e gjithë opozita dështojnë për herë të satë, të shtatë. 2013, 15, 17, 19, 14 maj, 21, 23. 7 palëzgjedhje të humbura. Ç'a pret nga një leadership, nga një mënyrë të funksionuar, këta 500.000 njerëz, ç'a rezultate ndryshëm presin? S'ke çfarë pret rezultat tjetër. Po t'ishte se kishte fitore, ne nuk shim dalë nga PD-ja. Në kuptimin jo thjesht për të marrë fitoren, të jemi të qartë, nëse ajo parti do funksionante. Sa vite kam unë që flas, që në 2017. Dhe ata 500.000 vazhdojnë prap i bien murit në kokë. Thyen kokën dhe gjithmonë ja ka fajin muri. Ky është problemi që ka sot PD-ja. Të njëjtin problem ka Partia Socialiste për mua. Janë të pakënaqur një pjesë shumë të madhe dhe këto ti them. Pa dhënë pushtet ndryshon puna. Më falë, halli i Shqipërisë është do marrin rrogë nga 100 ca mijë, më falë që po ta them, nga 50.000 ata që janë telenxhi, që shkojnë një herë 2 vjet për të bërë fushat dhe marrin rrogën kot. Për ata. Se ky është fati për ata, po çfarë? Jo, për ata them unë, jo për Shqipërinë. Po hajde ikim të tjerë, të rrik këta këtu, po ikim. Ne po flasim për fatin e vendit, po flasim për gjendjen e Shqipërisë. Nuk kam hallun, po them një herë për ja 50.000 telenxhi që ka futur këtu në punë, që ka shtuar administratë nga 110.000, 180.000, 50.000. Që çoni rroga atje, nuk shkojnë as i ditë në punë, han paratë taksa paguese kot, qyl, posin bankomat kartën një herë muaj dhe bëjnë fushat për Partinë Socialiste. U bën presion mësuesve, infermierëve, mjekëve, punonjëve të sjellësit, të naftës, çdo sektor publik. Është bërë presion hapur administratës për të bërë vota, jo vetëm për të votuar.
Këta 700.000 që votojnë ulin kokën pas i llojniteti, siç e ulin këta 500.000 tjetër Sali Berisha, dhe rezultati është ky. 1.300.000 kanë votuar pa ditë të herë dhe pas një kuptim politik të votës. Do në fajin e ka populli. S'di të votoj, se praktikisht shqybje. Duket se kanë votuar mirë këta 700.000. Atë të dalë një burr të më thotë, cilat janë arritjet e kësaj qeverie? Kush? Erion Velie? Insenatorët? Anijet e Vlorës? Një sekondë, kanë refuzuar Berishën. Jo, është ajo që thonë. Jo, te thatë ju, se thash unë. Po këtë nuk kuptoni ju në analizën tuaj. Këtë po unë po them troshmër kanë votuar për një rrog. Këtu më rezulton që 85% sot edhe gazetar, dhe miqtan, edhe deputet jetojnë për një rrog. Si ka mundësi të çohen deputet Partisë Demokratike sot dhe thonë përveç Sali Berisha do të ikë gjithë tjerët. E di pse? Se Sali Berisha i futën një listë mbyllur, jep një rrogë e çojnë shtëpi të Hamburg. Pra ju thoni që Berisha nuk fitonte, ne e dinim. Po. Atëherë, po pra praktikisht do fitonte Rama, kështu që dhe kjo justifikon votën për Ramën? Tashni vota për Ramën është një gjë. Jo, justifikon votën për Ramën, jo, po. Nuk e kam me ju, po bëjmë Dakor, analizën pra, e gjëra. Edhe populli është i fundit që duhet Jo, gjykuar për votën në këtë. Jo, populli ka të njëjtën përgjegjësi si elita për mua kur voton keq, sepse nuk ka popull në Greqi apo në Gjermani apo në Itali ta marrësh për hundë siç më jetu. Dhe ky popull do të vërë gishin kokës. Dhe ky popull duhet shkundet. Se kjo histori nuk vazhdon më. Janë rrethanash që për të janë të detyruar se kështu operohet në këtë vend. Më fal, unë nuk jam iluminist revolucionit francez që të edukoj popullin. Se nëse një familje për shembull vuan për bukën e gojës, kur i premtoi diçka apo qoftë edhe i jepet diçka, ka familja, ka fytyrë ka njerëz. S'ka dinjitet, po ka bukë. Duan edhe bukë. Ashtu, ha? Po patjetër. Të shitem dhe unë nesër. Po patjetër, po pse ta gjykojmë? Pse ta gjykojmë? Të gjykojmë këta lart. Një sekondë, një sekondë. Jo, një sekondë. Pse mos i gjykoj ata poshtë? Mora një shembull ekstrem. Pse mos i gjykoj ata poshtë? Ose këtu kur po mirë, një sekond. A funksionon puna në administratë këtu me parti? A funksionon? Do të themi që kanë fajin elitat e populli është i shkëlqyer, jashtëzakonshëm. Fajin e kanë vetëm elitat. Zgjidhet problemi. Është i fundit që duhet gjykuar unë, se ka një radhë. Tash lutem shumë. Ky nivel korrupsioni këtu, masiv. Kjo lidhje masive politikës me krimin është rastësi në këtë vend, pse nuk ndodh në Gjermani? Pse nuk ndodh në Norvegji? E keni menduar një herë të punë? Nuk ka asnjë rastësi. Shikoj, unë jam konservator nga pikpamja, nuk mendoj që e kanë fajin elitat. Unë mendoj që ka një kulturë në një vend caktuar që ndikon zhvillimin historik të një vendi. Nuk është rastësi që Anglia ka 1000 vjet demokraci dhe Amerika 300 vjet pa asnjë aksident serioz demokratik. Ti je me çdo popull meriton qeverinë që ka? Po pse është shprehje e gabuar? Po ky popull mund meritojë qeveri më të mirë po të lëvizë vendit. Po si ka mundësi më gënjenin mua takime elektorale? Dhe shumë njerëz tjerë. Je me ty, je treguar burr, ke mbajt parimet, kjo është e djatha vërtet për cilën flet ti, bravo të qoftë, e guardi puna. Ç'a bënin? Kë gënjën mua, mos më gjen dot. Se këtu nuk flitet fati e të vinë kullurit, do jem unë deputet marrë rrog apo unë nuk jam kategoria e gjekmarkeve me shok. Unë nuk kam qenë një njeri që rri për një rrog. Më duket shumë pak që njeri që është në politik. Sa ta arrin për një rrog? Pse për çfarë rrin? Jo, nuk e di. Po të dëgjoj çfarë thon sot, çfarë nuk thon nesër? Më fal, o janë të çmendur ose rrin për një rrog, po për një rrog rrim se për çfarë rrin? E ke vënë që kanë qepur gojën gjithë. Pse nuk flet Ali Mehmeti? Pse nuk flet Tabaku? Sa e pyesin për Berishën, qepin gojën, fusin kokën mes këmbëve, të heshtin. S'kan prapanis asnjëri. Të bëhen burra, të bëhen gra me kurajo, siç e kanë bërë edhe ca të tjerë. Të marrësh të kosën politike diona. Unë hyrën të betej, humba, dështova, je dakord? Por fytyrën time nuk e shes. As për një rrog deputeti, as për një kock, as për një vend kryesit PD-s nuk i dua. Rikthehesh ti në PD nëse ikën Berishën? Shumë vështirë do jetë. Po pse ti nuk u largove nga përshtypjen nga PD-ja, ti u largove nga leadershipi Berisha? Unë patjetër, ka vetëm një problem, që pavarësisht se përgjegjësia është e përbashkët, pra siç e thash dhe e njerëzve dhe jona, dhe të gjithëve, për këto zgjedhje, unë kam një problem që koherencën dhe fytyrën. Po dakord, po nuk besoj se ke mungesë koherence nëse rikthehesh kur të ik Berisha. Problemi është që kam 12 vjet që bëj çdo përpjekje që kjo opozitë fitojë zgjedhjet, edhe u kam qenë antar i Këshillit Kombëtar PD-s, edhe deleguar në Selenic apo Tepelen. Jo, jam dakord, se ke pas problemin me PD-n, kështu që. Jo, problemin e kam pas me PD-n dhe me njerëzit që janë PD, të cilët paraditë thonë ke drejtë mas 10 votojnë kundër. Dhe këtë lloj hipokrizie. Unë nuk kam dalë ta luftoj, nuk e mund dot dhe nuk kam një mision për të mundur hipokrizinë e njerëzve të vënë. Nuk është problemi im. Nëse ta duan shohin punët e tyre, edhe unë në sferën publike mund të jap kontribute në forma ndryshme. Pra, atëherë që nga gjithë problemi e gjithë PD-ja pra. Pse të duhet se shkon, po këtë e kam thënë me kohën. Që nga të gjithë ata. Po pse çfarë, duhet ka një normale aty që kanë mbetur brenda?
I mban mos i gënjenin 4 muaj para se miqtë e mi, nesër do ketë një lajm nga Amerika, pas nesër, pas nesër. Mirë, aty janë zgjedhur 50 deputet me 11 maj. U bën qesharak. Të gjithë kështu janë Karagjoza. aty. Asnjë Karagjoza more, nesër do vi një lajm, do hiqet në grada. Nesër pas kush ka gënjur unë apo këta? Ja ma thuajte. Sa herë gënjuen gjatë fushatës. Nesër do ketë një lajm shumë të rëndësishëm, do hiqet në grada. O gjë në grada. për efekt elektoral. Do të qenë mashtruesa. Jo ta them unë, që nuk e hiq dot ti do. Shpresonin, po pse me shpresë mani, me shpresat kota? Çfarë të shpresonin? Se ajo nuk është fe, është politik. Ti mendon që këta 50 që u zgjodhën më 11 maj janë të gjithë besnik të Berishës dhe asnjëri nuk do dalë kundër ti? Asnjëri. Asnjëri. Se ti ishe për dalë do kishin dalë përpara. Kush ka mbetur aty dali? Ata që Po, dolën. flas ndoshta Ata që dolën ikën. hapur që u votuan shumë për shembull Lori Tabaku, Ilirali Mehmeti, edhe pse ky fund nuk mori mandat. E di si zhdukaj nga kati 8 në parti për 20 sekonda. Të gjithë nga partia. Ai pe ato gratë që përtisin si histerike, është Zoti, pastaj është Berisha si për. Ai mban mend apo? Mitingun që u bë të Zogusi. Ku ka 2000 vjet nuk bën ato biseda në asnjë vend. Ka 2500 vjet bie që nga Greqia e lashtë. Në to 2500 vjet nuk flitet më për njerëz si për Zotit. Jemi 2500 vjet me vonesë. Edhe ja 3000 vjet e hanash. Kjo është fatkeqësia. Dhe këta njerëz thonë ta kuptojnë. Po se kuptuan. Aty do rrim prap. Dhe nuk mos ankohen më. Ja dhe 400.000 tjerë, 200.000 votojnë fare, 200.000 votuan kundër këtyre, nuk mjaftojnë për ndryshuar situatën. Dhe ajo që po them unë sot që kemi 1.3 milion, të cilët po them një herë, 700.000 kanë një rrogë, 500.000 tjerë duan të marrin rrogën këtyre. Dhe këta shtypin 200.000 tjerë që votojnë me koshiencë.